Tash i video që bëj unë nuk janë për tonë, nuk janë për tonë. Tash këto karakteri jem ndon 10 nga delet. Do thënë nuk 10 me delet nuk mund të rrinë mi vath. Gjë dini, më në tonë shqiptar na dim se 10 me delet kanë vathin e vet, 10 kanë vathin e vet. Tash fjërët e mia janë tamam ai muri me disë që i ndonë. Tash unë nuk kam të folë gjona aliensh. Kam të folë gjona tamam tipike shqiptare që orientojnë, që çojnë familjen përpara, që çojnë një familje përpara, një moral që babët e nanët tonë kanë përjetu, që domethënë që ajo, domethënë ajo lloj morale atu zhduk, atu zbe. S'ka më shkoni që atë notë. Sot në 10 veta, në 10 persona, 10 çifte, 5 ndahen. 5 ndahen ose tash jetë shku 6 ndahen, 4 rrinë. Ashtu egzageru situata, dhe të notë diçka do vi me një video, po do video t'i postoj në YouTube. Tash se TikTok-u tash mi postu nga katë se kam shifë edhe me falë pak si shumë unë, po do të vëlloj të bëj një far teme kryesore që të vëlloj në YouTube t'i postoj këto tema që janë ma serioze, që të shikoni se duhet për shembull 15 minuta me pa 15 minuta 20 minuta. Edhe unë të zhvilloj YouTube-in tem, edhe ju të shikoni ku shkoj interes pi pa. Plus që gjona që po flasim nuk janë gjona aliensh, janë gjona tamam tradicionale shqiptare. As nuk po mësoj rinin me shit drogë, as me vra njerëz, as me rraf me njerëz, as me pështru femna. I duhet me fokusu pak të thelbi, çan të folën, çan më dëshme thënë. Jo këtu mos i shikoni gjanat nga mënyra se si pëlqen diçka. Nëse të dini diçka, nëse diçka nuk jeni ndërtuar dakord me llaftë mia, di se gabimi është i juaj. Ose do thënë gjëra aliensh. Me thënë, me respektu femnën, me respektu veten duj, me respektu familjen. Që të keni një shoqëri sa më të mirë, ju vajza juaj të rritet fëmia juaj, vajza ju, fëmia ju që të rritet me një shoqëri sa më të mirë. Edhe ku më marr, edhe gëzohem, me të vërtet gëzohem që janë ca kinga që më mbështesin, edhe gëzohem që kanë njëjtin mentalitet me mua. Edhe uroj që këtë shqiptaria të ketë nëse këtë shqiptaria ka mentalitetin e neve djemve, si puna jeme, jo premtoj se me shqiptari as do vritet kush, as do rrifet kush, ekonomia do shkojmë kulm, edhe do bana shteti më i mirë se Zvicra do bana, shteti edhe më i mirë se Zvicra do bana. Vetëm që ka njerëz me moral, që punojmë, kena ide për biznes, respektojmë njëri tjetrin, respektojmë familjen e njëri tjetrit, edhe krijohet diçka. Nëse një zgjohet, nëse në shqiptari, arsyeja se pse sistemi është në shqiptari, në këtë lloj mënyrë është sepse nuk ka meshkuj me mentalitetin si puna jeme, sigur djem. Sigur puna jeme se ka, po nuk dojnë me fol, ka të tjerë se puna jeme, po s'dojnë me fol, duhet me fol edhe ato duhet me dalë me fol, me shpjegu sa. Nuk kemi vetëm jonë këtu, nuk kemi vetëm, ka të tjerë sa dush që mendojnë kështu si unë. Kështu që nuk po flas gjëra aliensh, ju përshëndes.